Zoti Islami, nga ana tjetër, si mendoni se do të vijojnë raportet mes Edi Ramës dhe Albin Kurti, do të ketë përplasje të tjera nisur nga akuzat që Edi Rama i ka bërë në mënyrë gati direkte, por edhe indirekte Albin Kurtit se i kanë nxitur ai protestuesit që vinë nga Kosova, apo edhe kërkon rrezimin e Edi Ramës në Shqipëri? A mundet Albin Kurti që në një mënyrë të arrëzojë Edi Ramën? Edi Ramën do të arëzojnë protestat e advetarëve shqiptar, as Albin Kurti, as Albin Shkurti. Dhe s'ka që bën Albini i vetëm, ama patriotëve të Kosovës nuk ka burnën e që u del përpara, as Albini, as Edi Rama dhe as kush. Albin Kurti ka për detyrë të shikojë vendin e tij, popullin e tij, të jetë advetar ashtu siç është, dhe ka një detyrë të kërkojë referendum popullor për bashkim kombëtar. Këtë detyrë ka Albin Kurti. Po e bëri, do me të një histori. A mund ta bëjë gjë të tillë? Kur të doj. Dhe se pengon askush. Përjashto Beogradin, Athinën dhe Londër. Në këtë rast, duke u nisur, po themi, nga samiti i fundit i NATO-s dhe hapësirën që ka krijuar Edi Rama në raportet, pra boshllëkun që ka krijuar në raportet me Turqinë, a mendoni se ka i përplasje mes Turqisë dhe Greqisë për Shqipërinë, pra në mesdhe, ku duket se së fundmi Edi Rama i ka ftohur, po themi, raportet me Erdoganin? Edi Rama i ka ftohur raportet me Erdoganin duke marrë urdhë nga Çifutistani. Çifutistani, Yunanistani, do me të Greqia, dhe Kiprua janë në aleancë me njëri tjetrin të tre shtetet lidhur me Zveun. Dhe është pikërisht kjo aleancë që kërkon me çdo kusht Izraeli të hyjë në Sazan. Nuk do hyjë dot, për një arsye fare të thjeshtë, po dhe të fuqishme. Nuk do hyjë dot sepse nuk mund të lejojë as Turqia, as Italia që të vijë Izraeli në Sazan. Nuk bën vaki. Italia nuk mund ndihet tani. Por nuk do të thotë se është se flë. Nuk po ndihet sepse akoma s'ka lëvizur gjë. Po e pan që në Sazan do vinë të vendosen Çifutistani, atëherë pasaj do hynë në luftë dhe Italia dhe Turqia për ta mbrojtur Sazanin, se ne zemrojnë dot. A mendoni se Turqia mund të veprojë ashtu siç veproi në 97-ën që u kundrejt Greqisë? Pa diskutim fare, do veprojë që skemet e kanë besim të plot. Jo aq për interesat tona se sa për interesat e saj. Po sa i përket çështjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, a mendoni se kjo çështje do arrihet të fitohet nga ana e Shqipërisë, duke qenë se është dërguar në Hag? Ajo çështje në Hag nuk do gjykohet kur. Ta them unë, se s'ka pun Haga me kufirin detar. Për kufirin detar ka konventa ndërkombëtare të detit, të cilat janë saktësisht të përcaktuara sa i takon një shteti, sa i takon një tjetër, sa mili larg nga bregu, kush është tokë kontinentale dhe kush është ishull i banuar ose i pa banuar. Kështu që ajo është një tradhti që i ka bërë ky Edi Rama populli shqiptar me atë çështje që e çon në Hag, se s'ka pse të shkojnë në Hag fare. Po ky ka pranuar me urdhër të grekëve, kanë thënë grekët, hajta çojmë atje se ai grekët e dinë që në Hag e kanë fituar çështjen. Prandaj nuk do shkojnë në Hag. Dhe edhe po të vej, dhe po të marrën vendim, ne do ta mbrojmë me gjak pastaj. Nuk diskutohet fare. Shqiptarët nuk shesin truall. Nuk kanë gjë për të shitur. As për të marrë vesh. 12 milje detare zonë ekskluzive ekonomike, shqiptarët e kanë të garantuar, nuk u haq kurkush. Doj ta marrë greku të vijë 5 milje përballë himarës, se bën dot, s'vjen dot. Po çfarë synon Greqia në këtë rast? Të vijë të marrë lugën siç ja kanë bërë gati këta, ja kanë bërë gati me bashkinë e Dropullit, me bashkinë e Finiqit, duan të suprimojnë bashkinë e Konispolit, duan të bëjnë një pastrim etnik nga shqiptarët në këtë zonë që quhet Vorju e Pirë, me tradhtin dhe me poshtësinë e Edi Ramës të këtij kuislingu që po vazhdon akoma të rrinë karrike, nuk do të arrijë dot të traktojë, se protesta në Tiranë për këtë bëhet. Nuk bëhet protesta në Tiranë të ke Edi Rama s'ka, që të ikin të qërojnë të tërë komunistët nga pushteti sot që kanë 88 vjet. Këta do qërojnë nga pushteti.
Zoti Islami, si e keni parë lëvizjen e fundit të Elisa Spiropalit, e cila ka dërguar një mocion për të diskutuar brenda Partisë Socialiste për hapjen e Shqipërisë, pra për modernizimin e Shqipërisë dhe për një qasje tjetër në qeverisje? Një vrim në ujë. Një vrim në ujë, asgjë tjetër. Po nuk mendoni se Elisa Spiropali është ajo figurë që mund t'ja plasë në sy Edi Ramës? Ç'o ti bëj? Ja plasi sy, ç'o ti bëj? Ndërkohë t'i bëj. Po. E di kur mund t'i bënte? Po, nëse krijonte një grup prej 15-20 deputetësh të shkëputeshin nga Partia Socialiste, të dilin grup më vete, të pavarur nga PS-ja, binte koalicioni, binte qeveria, zgjidhte problemin. Po Elisa Spiropali nuk e bën dot këtë, se Elisa vajti atje si komuniste, nuk vajti si adetare shqiptare. Dhe si komuniste që ka vatur nuk del dot nga obrella e partisë dhe Edi Ramës. Ndërkohë ditën e premte do të mblidhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste në drejtimin e Edi Ramës. A mendoni në këtë rast se mund të ketë, siç e përmendët pak më lart, lëvizje të atilla brenda PS-s për të goditur Edi Ramën, ndërkohë që edhe protesta nga ana tjetër është intensifikuar? Jo. Do vënë si djem të mirë, si vajza të mira, do t'i binden urdhrit të padronit. Mbaroi. Po nuk ka figura të cilat mund të kenë mendimin e tyre, të jenë pavarur dhe të kenë një personalitet të tyre? Asnjë figurë nuk ka asnjë figurë me integritet atje dhe me personalitet të popullit. Asnjë. Janë të tërë qirakët e Edi Ramës. Janë të tërë si punë ati hajdutit gjepave që dele fletë, se kalama i edhe na del detrima i. Si a the membri se s'duat të binder. Po, a i shihet si alternativ për të garuar kundrejt Edi Ramës? Garoj. Ja të shumë, do garoj. Për të garuar brenda partisë veç, jo për të dalë nga ajo parti. Problemi i popullit dhe protesta kërkon që ajo parti të dalë të qërohet nga pushteti, nuk kërkon, ja iku Edi, erdhi Taulanti, iku Taulanti, erdhi Spiropalja, iku Spiropalja, erdhi Belide Balluku, e tjera tjera, pse ashtu, kjo është zgjidhja, jo zotëri. Populli kërkon të iki si klasë politike të qërohen. Dhe pyetja e fundit, nëse nuk i vjen nga brenda rrëzimi Edi Ramës, do t'i vijë nga Spaku, Amerika, apo do të ketë një fund të atill që mund t'i vijë nga protestat të cilat mund të intensifikohen në vimësi? Amerika është heshtje frikshme. Është heshtje që vërteton 4 Shqipërisë që Amerika ka mbrojtur komunizmin në Shqipëri. Pa dhe të më thonë, dhe thonë për mua që është anti-Amerika, dhe thonë sa të duan, nuk më prish fare, nuk prishet puna. Se dhe po të dua t'jem, s'më ndalon do të njeri, se kokën e kam timen. Por nuk është kështu. E vërteta është që Amerika po e mbron Edi Ramën me gjitha mjetet. Dhe me spionët që ka dërguar këtu edhe lëmotisin për kanalet e tyre. Ndërsa Rama do bjerë vetëm nga protesta, nga kurkush tjetër. Në qoftë se protesta nuk përshkallëzohet që të shkojë në zyrë të Edi Ramës me forcë, Edi Rama do mbetet në pushtet sepse ka mira paterica që e mbajnë në krye. Se u shërben atyre që marrin naftën shqiptare, pa lek, u shërben atyre që shfrytëzojnë pasuritë natyrore të Shqipërisë dhe ata që i shfrytëzojnë janë ata që nuk ndihen, ata që kanë atë heshtjen e frikshme. Kështu që Edi Ramës do t'i vijë e keqja vetëm nga protesta. Zoti Islami, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit për tesën. Kalofshi ditë të bukur. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.